shkurtimisht, pra a mund na tregoni procedura gjyqësore që domethënë vazhdojnë situatat në raste të tilla dhe sa mund të marrin dënim personat që dyshohen pra për spionazh dhe shantazh? Po, procedura gjyqësore sipas ligjit aplikueshëm në Kosovë është pas ngritjes së aktakusit, është seanca fillestare ku palët e deklarojnë pranimin e fajësisë apo jo, dhe nëse nuk pranohet, shkohen e pastaj fillon faza i për 30 ditë kohë për kundërshtimin e aktakuzës. Pas dhe kundërshtimi i aktakuzës mundet më sfidua dhe në gjykata e apelit dhe pas vendimit të ndërmjetëm të gjykatës së apelit fillon shërkimi gjyqësor ku fillojnë sa dëgjimi dëshmitarëve. Këto vepra penale për të cilët është akuzuar minimum është 5 vjet deri janë dënimet e fatgjate. Dhe besoj për këtu ka mjaftu nga përvoja ime si avokat, ka është një akuzë voluminoze e bazuar në fakte të konsiderueshme dhe është shumë vështirë që do të gjinë diçka tjetër ta kontestoj këto fakte. Po mendoj që çka është më e keqe përveç kësaj, apo tani akuzën të pikat akuzës, po mendoj që do të shpërfaqet një mospërgjegjësi e plotë e një pjesë të madhe të shoqërisë tonë që ka komunikuar me të, ka bashkëpunuar me të, edhe nuk është dashur me ndalën në gjë të tillë. Duhet të mendoj vetëm ne si profesionistë edhe kolegë nëpër media edhe nëpër institucione të tjera që të jemi më kujdesshëm më profesional dhe mos të bien prej dashakeqëve dhe njerëzve të tillë që punojnë në të interesit të Kosovës. Zotri Hoda, unë të falenderoj shumë për kohën. Faleminderit dhe juve, natë. Faleminderit.